Dhe falenderoj Zotin që jam pjesë e Kekut, jam krenar që jam pjesë e Kekut. Jam i kënaqur kur punon bloku jep energji këtij veni, kësaj Kosove, dvujtën që kemi dhënë kontribut edhe viktime gjitha. Ka prek në organe të frymëmarrjes, ka punëtor që i fitojnë sëmundjet në grupe ndryshme të punës. Ti je në kek ti kirë pagën e madhe se ti je pezoj je zotni ose basës asi. Ja, që në ashtar këtë një shumë modeste, 200 euro se 300 euro është e pakt. Që në 26 vite mboj familje dhe atë pasunit mesme, sa kam, e kam bo kodër të Kek ose të termocentrale ose kësaj kompani. Edhe nga në herën e hinë mahic e punoj, nashta është e dëmshme për mu, po në rrezikoj. Videoja ka qenë spontane ose ka qenë kuptimin nga mlefi, lodhja, normal, që dalë ato për asoj pjesës drejtare që i thojmë në objekt termocentralit, edhe ka dalë në kuptimin mirë që është dalë dhe është bërë e hapne për mediumin, për publikun, për njerëzit jashtë Kekut që ta kuptojnë vështirësitë që i kemë si punëtor, që i kemë vështirësitë si kolektiv i prodhimit të energjisë elektrike. Normal vështirësitë janë në punë çdo herë, gjithkohon, ku bëhen vështirësi ka edhe ndërtimtarie, ku ta dion në gastronomi e gjitha, po posaçërisht ajo vede ka sensibilizue dhe ka hap çështjen e vështirësive në punë që i kemë derisa vim të prodhimi i megawattëve dhe i energjisë elektrike. I falenderoj në kuptimin që më thonë ma thjesht, popullor që elhampi Zotit s'kam pas, jo që s'kam pas unë, se unë jam pjesë e Kekut edhe falenderoj Zotin që jam pjesë e Kekut, jam krenar që jam pjesë e Kekut edhe dho kontribut ose dho mund për prodhim të energjisë elektrike, edhe prindi ndjerëm që mu ka vranë luftë baba dëshmor, ka qenë pjesë e termoelektronave, atëherë pej viteve që nga vitit 80 deri në vitin 98, nëse 4 dhjetor kur mu ka vranë baba me migjen dhe 2 kushëre, atëherë edhe do të e kam vazhduar tani jone konkurimin në Kek në 99-ën, në shtator, jam hyrë si pjesë e konkurimit dhe si pjesë e kontributit në luftë që mu ka vranë prindi, atëherë jem punësues si 19 vjeçare. Shoqënia kolektivi punëtor më kam mbështetin vazhdimisht, edhe vedet që u hap, jem pjesë ati rreziku, pjesë asaj vedoje, asaj dëmtimi, trupore, garderobe dhe gjitha, ngjajshëm edhe kolegë tjerë, ngjajshëm edhe punëtorë tjerë, që nashta që s'faqet. Sa kam informata, nuk jam kompetent me folë për atë punë, se ma shumë kompetentet i manë, mirë po, thuhet që janë, ose në bazë statistikave, janë mbi 800 punëtorë që i ka Kosova me rrëthin. E në qatë punën ku jem, unë jam në një shok që i evidentojmë ato rrjedhet, një kolegë që jem në Sami Faqen, që i evidentojmë ato kur bjen, domon kur është bloku në punë. Ka ato dëmtimet e veta, se në bazë vjetërsisë konsumohen, jenë konsumuar pak a shumë gypat elektrona asane, vjetërsina pe kërkojmë edhe si një investim. Edhe më zgjatë jeta kësaj termocentrale, më na u zgjatë neve vullneti, jeta në punë, mos alla marrë ditin e keqe më mbyll, këtë termocentrale më met na në punë sikur shumë kompani që jenë met ose si shumë sektore. Ato jenë veç vetë i dyti që i evidentojmë ato dëmtimet e gypave, të kaldas, të kazanit, mandej zbrazet uji gjithashtu procedurë, ajo merr pak kohë, me orë, domon merr me 4-5 orë ose 5-6 orë merr derisa të mbushen uji ata gypat ajo kaldaja, merr tani njëkohësisht 3-4 orë derisa derdhet zbrazet ai ujë për me sanue tani me ato elementet e salldimet. Gjatë orarit kur ndalen bloqet, kena ma shumë hyrje dhe dalin ato pjesë. Na drejtarën ku hi, me evidentu mi shique, shembull kur ndalet bloku dohen, kjo është e mirë, po thëmë e mirë është ajo vedja që u shfaq, se njerëzit e bojnë me ngutim, me nxitim, ra bloku se fajtor kësë fajtoraj. Unë e thëmë në atë mendimin tem, unë e lutë na më punu bloku kër e startojmë blokun me sukses, jam i knaqë. Sinqerisht e një vetën i lumëtër, edhe jam i knaqë kur punon bloku i jep energji këtij veni, kësaj Kosove, dvujtën që kemi dhonë kontribut edhe viktime, gjithas po kysh në atë patriotizmin, po kam qef edhe kam dëshirë me pa të zhvillu energjia, vendi e gjitha. Për fat në atë pjesë, unë ku jam, në sistem gypor, ose në atë pjesën e kaldas, kam pas edhe shoqëni të kalum, kanë shku edhe në penzion, kolegë babë që i kumë zatet këto, të prindit ndjerë, kanë shku në penzion. Nuk kemi pas dëmtime që e vlen me theksuet të madhe.
është fjala lëndem ose diçka. Ato këto na sëmundje që të ka afektuar ose të ka drejt për drejt të ka prek në organe të frymëmarrjes, dhe të tanaj vazhdon pengesa e fytyrës, pengesa frymëmarrjes ato, gjithër na ndodh ajo, na ka ndodhur se ka këto rrezatime në kuptimin e ka kemikale ndryshme, ka plon asene. Vetë natyra e punës është që është objekt i madh, është me linjet, kuptohem, është me thëngjell. Tash na në farforme një golldyshme pas pa e ofendu kërkën që e ka golldyshën ose gollfnishën, ku ta di se është veturë personale çdo njonit, e qet në ndotje të tarit me naftës me ase, është e dëmshme kuptimin ase. Por ambientin ku jeton ai ose personi që e ka ase. Edhe unë ku punoj, ose që kolektivi ku punojmë, normal, dëmton, t'jap sëmundje, ka punëtor që i fitojnë sëmundjet në grupe ndryshme të punës, edhe afektohen tanaj mandej edhe në penzion kur dalin shumë kolegë, shumë punëtor, trolla raste ka që dalin punëtorët me një shëndet qëndrueshëm, ose me një që thojnë trashëgosh pensionin gjatë. Trolla raste ka, duhet më lutë punëtori më konë krenar që e zgjat një pension 10 vjetë kur del për termocentrale ose për keku në përgjithësi për minierave. Më të thonë drejtën, videoja si video kur shfaq, kur e kom dërguar te kompetente sindikatës që i falenderoj, që kanë shfaq video në postime ndryshme në profil sindikatës, mandej u shpërfaqen në rrjetet sociale ndryshme dhe në mediume ndryshme. Nuk kom prit ose nuk jem kon i bindun që e bën gjithat bëm ose gjithat jehon. Unë jam i kënaqur që e ka bërë gjithat jehon, kuptimin veç që u sensibilizue, se mua personalisht më kanë thonë njerëzit, po thëm pa e ofendu kërkon, edhe në familje, edhe në shoqni, edhe në gjithë, ti je në kek ti e kirë pagën e madhe, ose ti je pëzoj je zotni ose basë ose asi. Ja. Ajo thënja që tash edhe më herët nuk është mo në kek që e ki djallin ose babën ose atë diçka, e je zotni se je ekonomikisht mirë asi. Se jem ullët me paga. Më ka befasue, më ka emocionue, normal se kum prit. Me gjithë respektin e falenderoj, përzemërsisht labën si familje, falenderojmë si fshati i Glamnikut që jem familja jam, Selmoni, edhe jemi konë të emocionum, të jem të kjartë, jem shumë falenderues ndaj labit, është njeri madh, është njeri humanist, dje isha me fëmijët e labim, na priti si është mas miri, na dha drek, restorantin e veti, lume aj për veti që ka bëhat komoditet jetës, atë rend familjar që e kishtë sa bisedum, u mahnita me labin e kom dëgju, muzikët e tina i ndëgjej shumë herët shpesh, kam qenë koncertet e tina, kur im konë andëmaj, në kohën e rinis ma herët, tash, po kemë obligime familjare, njëri kur përmartohet, normali ka do stagnime ka pak, edhe të koncerteve dhe ato se po na vjen ekonomia familjare, fëmija po rriten, po kanë kërkesa ndryshme, nga njëherë harroj veten, nashta dhe garderobë, moble, ose shumë sene të përmbush kërkesat familjare. Kjo është e gjitha, i falenderoj labën publikisht, i falenderoj gjithë mediumet, gjithë persona më kanë dhënë komplimente, edhe në rrjetet sociale të tjerë, dentiste, vlen me cek një dentist, një shatri mbi jamën e pat, në Prishtinë kish një ordinancë, ai më ka ofruar një shërbim dentist stomatologjik, jam mirënjohës, ati me shumë me respektues, edhe jo si jem taku, nuk isha ku, edhe të puna, edhe të angazhimet familjare, nonën e kompakt që të ka marret në qytimin në mush, me dëshërbime medikamente sane, edhe kjo është e gjitha, e falenderoj çdo njëri që më ka dhënë për këto komplimente në rrjetet sociale, po njëkohësisht duhet më falenderoj edhe kritikuest që mund më kanë edhe pe aty nëse videoja u shfaq vetëm të tregohet opinionit publik jashtë akekut, vështirësi që i kem si kolektiv, si punëtor, tutje deri në altë të menaxhime ose menaxherat, kërkesa jonë, po ndërlinat e kërkesa imediate, si gëzim, si kolektiv punëtor që po më thojnë, po më dhojnë mbështetje, është të rritja pagës, edhe të një investim Kosovë namën, e dhonë një vullnet pak. Për momentin, s'ka diçka në lëvizje, presëm, besoj që besoj që ka më lëviz diçka në investim për në tarmen, edhe që zgatit jetë aktirë më centrale se industria është fuqi për vendin, industria është fuqi për shtetin. Unë e sa një historitë e termocentraleve, elektronave, më përgjithësi në botë, termoelektronet janë
shtytje për qeverinë, jam mbështetje për qeverinë, na jem kompani profitabile dhe me bilanc pozitiv shumë herë, por kundër pegjesave që kem, e kalojmë atë bilancin po statistika sindikata që i nxjerr dukshëm me muj përpara. Edhe na si punëtor e marrëm një shumë modeste te fundi i vitit ose te viti i ri. Që na është këtë një shumë modeste, 200 euro ose 300 euro është e pakt. Na po prodhojmë dritë, po prodhojmë energji për kundër vështirësive, bojmë vullnete, bojmë përkushtim. Unë që 26 vjet, 5:30 ngritna nga shtrati, të përgatitna në 6 ora dal fshatin Glamnek, Sikeraç ato që Mazesala Prishtinë po djev vijnë autobusat që i marrëm, domon na marrin. Çona me vullnet, vijmë punë me vullnet. Kjo na jep motive dhe na jep hapësirë që më pas sukses. Unë kur çtu në dielle kur nuk jam në punë, beson sinqerisht e kam mendje them, a jam bloqet në punë, ose a jam të prodhuar rrymë, të jeni të bindur, nuk e kam që pe them vetëm gojaresht. Shumë herë në rrjetet sociale ndëgjona me kolegë që janë ndrime direkt në kyçën prodhim, i pyetja a janë në punë, a kanë startu bloqet. Prandaj e konsideroj se po mbaj familje, që në 26 vite mbaj familje dhe atë pasunit mesme sa kam, e kam bë kuadër stikik ose të termocentrale ose kësaj kompani. Gizem, e kemi një deklaratë të ministrës tanë për një politikë, por ajo tha se ndoshta video nuk është në Kosovë. Çish është si deklaratë ministrës të Rizanov? Me deklaratën e ministrës nuk duhet fort të kyqem edhe të replikoj ose të kundërshtoj diçka. Ajo ka mundësi ku merr informata. Videoja është nuk shihet tesha që është kek që na shkruan, se nuk o mujt me vesh setrën për temperaturës mbrëmshme të kaldos dhe për temperaturës të jashtme vapës diellit, të që është vera, sezona verës. Edhe nga një herë unë hin mahic e punoj, nashta është e dëmshme për mu, po ne rrezikoj. Ndodh shumë herë punoj ose prej edhe me brysalic, ose me ato saldimet kur na bjen ato pozicionit e ngushta, ndonton ose më bën djegje trupit. Unë jem pjesë e kekut Gzim Selmonit që 26 vite. Edhe videoja është e kolegu tim Arxhen Osmani spontanisht që u bë. Spontanisht. Ti në të bindur nuk është bë me kurfar qëllimi, vetëm ti tregohet opinionit që qysh veprojmë, qysh i kemi vështirësitë, qysh vim drejt të prodhimit megavatit, edhe ato vështirësitë e plonat e gasnat është natyra e punës që e cakton. Nga një herë s'ka pare që e pagun, ose shumë herë, s'ka pare që e pagun. Mi thonë dikuj, hajde hinë që tu për 100 euro ose 200 euro s'hen. Unë e kam që atë të tërë jashtërari për zonë 40 euro ose 50 euro. Që atë të tërë jashtërari, ose edhe pa jo jashtërari, ose edhe pa ato 50 euro në hi edhe jem hi në të kalumen. Edhe e konsideroj që është e mirë për vendin, edhe për elektronën, edhe për shtetin, edhe për fëmijët e mi, edhe për të armën më punu në dritë, edhe më mësu në dritë, mos na kthehet koha, ose kohën e qirit, unë jem rrit kohën e qirit, e të loma, fëmijët e mi mos të përjetojnë, hera nalet rryma, dhe kur ka do punime, sene në ketse, ku ta dion në trafë ndryshme, po mos të përjetojnë fëmija e mi qirin edhe lombën. Për video tjera, ose më bo video tjera, nuk e shoh nashta të arsyeshme, nashta edhe në imponohet, ose nashta nëse na vyen kuptimin e kërkesave tona. Kjo video, po them kushtimisht, u bo veç me sensibilizue punën ku e punojmë. Mirë që është bo, mirë që është faq, edhe boni bëm, qihet puna adekvate, reale, edhe duhet ta sheh menaxhmenti, ta sheh shteti. Nëse na vjen argument prap jam dakord me bo, ase, po nuk e shoh diçka në periudhë të shkurtë që do ta bëj. Edhe për sfundin nëse më lejohet mos t'i marr kohë, kërkesa imediate është e punëtorëve, nuk po lypum as më shumë as më pak. Një pagë për jetë, për familje. Jam vetë 6 me gru me fëmijë, edhe nanën që e kam shtyrë mosh me medikamente me ase vetë 7. Për shumë inflacioni ku ka shku, çmimet, gjitha. Ne pam veç që 78 ajo luftë e Iranit e Izraelit që u nis, shërbimet ndryshme të bizneseve, të kompanive tine, ku shkun për 7 ditë, dikom për minus 20 cent, 30 cent shkoj litra çmimit naftës, derivatet. Si jam kompetent më të fol për atë punë, po na prek në xhep. A kur po vjen koha me liruar çmimin e naftës, 2 muaj po shkojnë 3 cent po lirohet. Kjo është e dëmshme, edhe kjo
inflacionin, na pedim që ka luë inflacionin bote, ka hapësire, ka kriza, po na jemi pjesërisht i veni, s'po vim për një shteti tjetër. Edhe do bojmë diçka për këtë vend të mirë, për këtë elektron. Ky është mesazhi jam.